kemi nderin dhe privilegjin të mirëpresim në skenë një lider me shpirt, me vizion dhe me guxim, themeluesin e shpresës demokrate, profesor Pollumb Gani Pilinçi. Faleminderit. Mbrëma të dashur bashkëdhetarët e mi shqiptar, kudo që ndodhen. Sot jam para jush, para shqiptarëve të mi, para që kanë vojtur pothuaj një shekull. Të dashur shqiptar, dikush nga ju mund të thotë për ne jemi të çliruar. Jo shqiptar të dashur. Kemi 100 vjet, 46 vjet me regjimin komunist. Në bravi, në preu, në burgosi, në intërnovi, nuk la me trimat i shkatrovi ka themeli. Gjithë Shqipëria ka qenë e rrethuar me tela. Të dashur shqiptar, u erdhi koha sot të gëzoni një ditë të pastër për arsye se shqiptarët po dalin jashtë adeut. Të rinjt, po bëhen një ushqim për peshqet e detit tonë. Po kalojnë jashtë adeut tonë, të shtyrë nga 2 parti që janë krijuar me 90 dhe kanë qenë personi vetë që i kanë krijuar, Amisalia në nëntor të në vitin 90. Të dashur shqiptar, sot u ka ardhur dita e çlirimit. 2 partit janë të dyja të një llojta. Janë të pjellat e komunizmit. Pasurit nuk i kanë dhënë, i quajnë pasunikët pronar, ish pronar. Ata janë pronar të vërtet. Të dashur shqiptar, Amerika është me shqiptar. Amerika 97% të shqiptarëve. Ajo si valon flamuri i Amerikës dhe i Shqipërisë. Të dashur shqiptar, ka 100 vjet që është bërë plani kjo ditë e sotshme. Pavarësisht se muri i Berlinit të ra dhe u bashkua Gjermania. Pra ne akoma si jemi të bashkuar, ne jemi të coptuar nga regjimet bolshevike dhe nga regjimet ruse e greke më në fund. Të dashur shqiptar, ju të jeni krenar se mi raca me pastër që ekziston në glopin toksor. Shqiptarët janë të aftë, por shqiptarët janë larguar nga 2 partit dhe i patë vetë. Në pavarësisht se unë kam krijuar qeverinë teknike dhe është gati për shërbim, por për çfarë arsye nuk ka dalë në skenë? Për arsye i lam edhe një herë këto 2 partit që t'i njihni që janë të dyja të një lloj. Gjoja votuan. Të dashur shqiptarë, nuk kanë votuar as 10%. Pra e pat dhe vetë, dhe i KQZ se deklarovi, Rama fitovi 83, Berisha fitovi 50. Ja pra, ka 2-3 ditë. Po zinë njëri me tjetrin, vjedhën njëri tjetrin. Të dashur shqiptarë, ata e treguan fytyrin që vjedhën njëri tjetrin. U kanë vjedhur ju për 34 vjetë. U kanë vrarë, u kanë soptuar, motra me vllain, një ka hyrë në PD, një në PS. Ajo nuk është vërtet PD-ja dhe PS-ja. Ato janë shtresat e spionazhit që u ka shkatërruar nga themel. Një qeveri, një kom, një shtet mbahet me 3 shtylla. Shtylla e parë është policia. Policia është në mbrojtje të kombit të vetë. Policia në Shqipëri është slep. Merr $600 në muaj. Dhe një palo deputet merr $5.000. Si mundet policia të rrojë me $600 dhe shefat e tyre marrin miliona e miliona dollar. Pensioni që ka punuar gjithë jetën në kooperativa e në ferma. Ne jemi fshatar të dashur bashkëdhetar shqiptar. Kemi punuar 3 jetën, 46 vjet në regjimin komunist, pensioni është bërë $80.
qëllimisht që pensionistët të vuajnë. Për arsye fëmijët e tyre kanë dalë për të detit me 90-ën e 91-shin. Nuk e harroj kur atë vapor që erdhi në Itali, që u hidhin italianët buk tamam si kafsh. Edhe kryeministri Edi Rama thot, Italia na ka ndihmuar, jo vëllezër. Ajo ka ndihmuar Amerika. Amerika jepte $1.000 për person, me 91-shin gjithë emigrantët që ka dalë ma të ndetit. Të dashur shqiptar, unë kam gjera për të them shumë me ju. Arsimi që e ka lënë qëllimisht, që të shkatrojnë kulturën tonë. Po jo, ne jemi gjallë. Ne jemi më të kulturuar në botë. Ne kemi krijuar Evropën. Edi Rama thot do vem në Evropë. Amor Edi rrugës të Francës. Ne jemi në Shqipëri dhe ne kemi Evropën në dorë. Ajo luftë që po bëhet quhet lufta e tretë botërore. Jo në Shqipëri. Keni Amerikën këtu. Keni ushtrinë amerikane. Jo të tjerë. Jeni të mbrojtur me të gjithë anët të dashur bashkëdhetar. Ky flamur të Valvoj është me mira vjetë dhe ky flamur është 300 vjetë. A e dini që kanë bërë shqiptarët? A e dini që kanë pasuruar shqiptarët këtë flamur? A e dini që presidenti parë i Amerikës ishte me nën shqiptare George Washington? Pra, a e dini që Amerika ka patur 4 president shqiptar? A e dini që në Amerikë shqiptarët kanë përsëri fuqinë dhe ja ku jam këtu para jush. Ne kemi nderin që jemi shqiptar. Ne dim se ç'a bën. Por këto dy politika që janë, mos keni frikë të dashur shqiptar që u shoh të larguar. Mos keni frikë nga dy partitë, janë kartona. Ata janë frikacak. Ata na penguan sot, sepse ne do të hapim para 6-s. E kemi marrë leje në polici dhe fillovi kryetarja e bashkisë e mbruara një hajdute që vjedh e bën Shqipërinë, ajo nuk na la lejë. U detyrova unë të dilje përsëri në televizor dhe u thash, ne jemi shqiptar, hapeni atë rrugën para Skënderbeu, hapeni rrugën, or do vi unë të hap aty ku e. Ne jemi shqiptar dhe ne nuk na preferojnë dy partit të dashur bashkëdhetar shqiptar. Emigrantët kanë ikur. Kanë ikur nga sytë kemët, të rinj, intelektuale. E dini pse? Sepse kanë afruar ignorantët. A i shini në parlament turp i botës, na vjen turp kur i shojnë. Ata s'din shqip, po mundojnë të flasën e gjuhë të huaj. Ata i marrën nga rrugat të dashur shqiptar. I marrën me sandalet këputura, me qërape dhije, dhe të nesme kanë nga një vilë, kanë nga një hotel. Por, do t'i keni ju. Ju mendoat se votuan, jo, ne nuk i lem. Sot është koha e shqiptarëve, nuk është më koha si luftë e dytë botërore, që Çuçilli me Stalin e coptovi Shqipërinë. Kosovën e mori Milan dhe ne na solli bolshevikët. Pra, të dashur shqiptarë, ne na ka vrarë komunizmi. Na vrarë i deri me 75-ën. A here filluan të hanin kokën e vetë, gjoja për politikë, po jo, si Beqir Balluku e Meshok, u vranë çështje pasurie, u vranë për çështje karrike. Patriotët e Shqipërisë janë rrugës, fëmijët janë në përburgje. Ne do t'i nxjerrim të gjithë të burgosurit që janë në Evropë. Ne kemi fuqinë të dashur shqiptar. Të jemi krenarë që ne kemi fuqinë. Pra, mos rrini kokë ulur, bajni kokë lartë. Amerika është me ju.